kemi ardhur sot për një bashkëbisedim dhe për mua shumë kënaqësi që të takoj me përsëri dhe gjithë fëmijët që janë këtu. Unë jam Anisa Xhaferi, jam mami Joeli dhe Jajrës. Jam dhe profesioniste e shëndetit publik, me profesion profesioniste e shëndetit publik, po në një institucion shëndetësor, ku si fokus kryesor kemi parandalimin e sëmundjeve dhe të gjitha aktivitetet e tjera që lidhen me një jetë të shëndetshme. Vendosa vërtetësime ishte që unë vetë mësoja shumë. Dhe realisht kam qenë një nxënëse e mirë, jam përpjekur shumë, kam qenë një nxënëse sistematike, prandaj do fëmijët e mi këshilloj shumë në ditët e sotme, sepse të jesh sistematik, gjëja më e mirë që virtyti më e mirë që një njeri mund të ketë, kam qenë shumë sistematike dhe për të arritur të gjitha gjërat vetë. Librat janë shumë të rëndësishëm për t'i lexuar. Po ndi se ti ke udhëtuar në profesionin që ke udhëtuar në botë, a mund të thuash, a mund të ndash një ndër eksperiencat që ti ke provuar? Mund të them që të udhëtosh është gjëja më e bukur që mund të ndodhë njeriu. Krijon shoqëri me persona që ndoshta në kushte të tjera nuk do të ishte krijuar mundësia timia apo të mbaje kontakte. Ju duhet ta dini që shumë e rëndësishme është që ne të gjitha gjërat ti parandalojmë se sa ti trajtojmë ose ti mjekojmë. Pra, është mirë që të bëjmë një stil jetese të shëndetshëm. Jeta e shëndetshme do të thotë që në vogëli duhet të ushqehemi shëndetshëm. Të gjithë fëmijët këtu duhet të dëgjojnë prindrit, duhet të dëgjojnë mamat që të ushqehen shëndetshëm, me ushqime që gatuhen në shtëpi, të reduktojnë konsumimin e sheqernave, produkteve të përpunuara, sepse ndoshta tani nuk e kuptojnë, janë të vegjël, por në të ardhmen kur të rriten, kur të bëhen në moshën tonë, ndoshta më të mëdhenj, do ta shohin dhe do ta kuptojnë që duhet të ishin sjell pak më ndryshe. Pra, mamat kur insistojnë dhe ju thonë që duhet hani supën, duhet të hani gjellën, i thonë këto për të mirën tuaj në mënyrë të tillë që të rriteni shëndetshëm. Duhet mos ekspozojmë në diell dhe duhet konsumojmë sa më shumë Sa më mëngjes. shumë të mëngjes. Po. Ushqimi im i preferuar? Ushqimi im i preferuar janë këto byrekët dhe lakrorët, siç i bëjnë mamat në shtëpi. Po, shumë brumra nuk duhet të ham, duhet të ham ato perimet, por me thënë të drejtën më pëlqejnë pak. Mua më pëlqen shumë supa. Supa, po bravo! Ti kjo tregon që ti po ushqes shëndetshëm dhe bën shumë mirë që të pëlqen supa. Na kujtoj si sot atë ditën kur Joeli, meqense ka qenë fëmia i parë ka ardhur në jetë. Ti të më pyesësh si e kam Joelin ose si e kam Ajrën, unë me krenarit të them çfarë ata bëjnë në jetë. Kjo është arritja ime më e madhe. Si ka qenë marrëdhënia juaj me prindrit? Dhe mund të bësh një datim pra kur ishe fëmijë dhe marrëdhënien tënde me prindrit dhe sot je prind dhe marrëdhënia e fëmisë me ty. Pra, ka një përplasje kulturash, është e njëjtë ambienci? Jo, nuk është e njëjta situatë tani, ka përplasje kulturash dhe mendoj se prindrit e mi ose prindrit e moshatarëve, po, ka. Prindrit e mi ose prindrit e moshatarëve të mi, jam e sigurt që e kanë patur shumë të lehtë prindërimin se sa ne në ditët e sotme. Qenë kryesisht biologjia dhe kimia. Kanë qenë vendet që më kanë pëlqyer shumë. Prandaj dhe kam patur shumë që fushën e mjekësisë dhe doja që të isha në fushën e mjekësisë. Dhe sepse kur fillon ti studiosh, realisht janë shumë të bukura. Pengu im është që nuk kam një motër. Kam shumë qejf kur shoh rreth e rrotull që kanë motra dhe vëllezër. Unë kam vetëm një vëlla më të vogël, por do kisha shumë qejf për një motër. Ç'është kafsha jote e preferuar? Unë nga që jam rritur, kur kam qenë e vogël deri në moshën kur kam mbaruar klasën e 8, unë kam jetuar në një fshat të vogël dhe aty kemi patur pothuajse të gjitha llojet e kafshëve dhe nga që jam rritur me praninë e të gjitha kafshëve, mund të them që nuk e kam atë pengun e të paturit një kafshë në jetë. Zgjohet Time Center dhe mendimin e parë për të ardhur Time Center. Ajo që ne kemi vlerësuar gjithmonë tek ju tek institucioni juaj është siguria e fëmijëve. Shihni fëmijët që ishin të lodhur i nxirrni jashtë. Duke i parë që ishin të ngarkuar, nxirrni të bënin një xhiro rreth e rrotull. Duke i parë që ishin të lodhur, bënin një lojë edhe në rastet kur për shembull fëmijët mund të mos i kishin mbaruar detyrat. Pra kjo tregonte që ju interesoheshit te pranën emocionale të tyre. Unë në 5 vjet nuk mbaj mend që t'ju kem thënë një herë kur ka patur ndonjë ndryshim orari për shembull, t'ju kem thënë që ta merrit më herët ose ta merrit më vonë sepse keni qenë ju më para se unë të isha aty tek fëmia im. Nuk mbaj mend t'ju kem pyetur ndonjëherë nëse ka rënë shi, është lagur, është i lagur apo është ka vap apo ka ftohtë sepse ju jeni kujdesur mirëfill për gjitha këto çështje.